Situatat në zonat pranë lumejve Vjoz dhe Erzen po përkeqësohen me shpejtësi, duke detyruar autoritetet të lëshojnë urdhra evakuimi urgjent për banorët e njësive administrative më të prekura. Në qarkun e Vlorës, banorët e njësisë administrative Novosel janë udhëzuar të largohen menjëherë pasi niveli i lumit Vjoz ka kaluar kufirin e sigurisë dhe uji ka filluar të përhapet në zonat e banuara. Emergjenca civile, forcat e ushtrisë dhe Bashkia e Vlorës kanë nisur evakuimin, duke përqendruar fillimisht gratë, fëmijët dhe banorët e zonave më të rrezikuara. Një urdhër i ngjashëm është dhënë edhe nga Bashkia e Fierit për njësinë administrative Ferras, ku uji i Vjosës ka filluar të deportojë në banesa që në mbrëmjen e djeshme. Sipas kryeplakut, 10 shtëpi janë përmbytur deri në mëngjes, ndërsa evakuimet kanë nisur menjëherë. Në qarkun e Durrësit, për shkak të prishjes së argjinaturës së lumit Erzen në zonën e Katundit të Ri, Bashkia ka lëshuar urdhër evakuimi. Përmbytjet kanë përfshirë fshatrat Katundi i Ri, Suk dhe Flak, ndërsa 500 hektar tokë bujqësore janë në ujë. Një problem i madh mbetet kolektori Martinës, i cili ka arritur kuotat maksimale dhe nëse t'i kalohet rrezikojnë 160 familje të tjera. Evakuimi i banorëve po bëhet në mënyrë të prioritetizuar, së pari fëmijët, të moshuarit, personat me aftësi të kufizuar dhe familjet në zonat më të izoluara. Operacioni po realizohet me mjete të bashkisë, zjarfikës, forcat armatosura dhe polici. Banorët evakuuar do të strahohen në ambiente të përkohshme të sigurta. Ky njoftim ka karakter urgjent dhe hyn në fuqi menjëherë. Autoritetet bëjnë thirrje që të gjitha zonat e prekura të kontaktohen nga banorët tek numri i emergjencave dhe të ndjekin udhëzimet për largimin e sigurt.